Ti Gjigjo ke marrë këtë rrugtim, fillim hajt u përfshive në ca situatën, ca gjona, pastaj e stakove komplet dhe pret me tarë në gjë e madhe në dorë. Nuk shkon kështu Gjigjo. Do të me dhanë maksimumin këtu Gjigjo. A i ke thënë që do të jetë Rozana finalistja parë? A i ke thënë? Jo, e kam thënë mes teje dhe Rozanës. Zjetë Rozanën, theti. E shoh më në avantazh Rozanën. Po, shumë bukur. Tani, a je... nëse nuk... Nëse unë jam keq, a je lumtur që ajo që ti dëshiron është në avantazh? Jo, të them të drejtën e shpirtit, ta kisha dëshiruar shumë ty, po thjesht ti e nale lojën, banet ca gabime gjatë rrugës. Banet ca gabime të rana, Gjigjo. Pse ti, ore, a mund ta di pse ty të intereson që po jo më thjesht do të bëj analizat dhe të lojën e Rozanës, se këtë nuk e kuptoj. Ja, do të bëj analizat, jo më zemër, jo. Jo se kuptoj vërtet pse bën këtë, pse luan. Ata bëj dallimin mes pse luan kaq keq. Ata bëj dallimin. Pse luan, sepse këtë i thua bën një atë gjë që the, që parë, përpiqesh ta ulësh, ta sheshosh këtë gjën, që parë, edhe herë tjera e ke bërë kështu, dhe nuk je fare as i qëndrueshëm, ke qëndrimet e tuja, as i gjë, do me thënë, ti je një njeri në ajër këtu. Je një njeri në ajër. Vjen godet lojën time, mbron lojën e Rozanës, dhe ndërkohë thua që jo, unë me Rozanën se llogaris fare, pastaj thua një moment që finaliste e parë dali Gerta, aty kur ishte ke Zarfi, pastaj ke darë ka the që do dali Rozana, finaliste e parë, ti më ti për vetën të atë. Pse luan, këtej nga ana nga gjesti, fillon herë sulmon gjestin, pastaj bëhe shok, shkon prap, luan me ato, efton loj, efton për të bërë ato rengjet që bën ti, efton për të futur edhe Lorin në loj. Nga ana tjetër i thua gjitha ato llafe gjestit, i thua Eglit po ashtu gjitha ato llafe. A kupton çfarë bën? Ti s'di ku je. Për vete. Për çfarë i bën gjitha këto? Je njeri që lun me 3 porta, as me 2. Lun me mu, me Rozin dhe me gjestin. Dhe mban qëndrime të ndryshme me të trenë. Se ke unë